Zotri Bulliqi, nëse po na dëgjon? Po. Mirë se vini në Kosova Live. Faleminderit shumë që u inkuadruat. Faleminderit dhe ndona juve. Si i pritët këto rezultatet? Një koment përgjithshëm. Po, që pas një dore një mujore, dhe pas një punë për afërsisht ati 5 veçare, e të të mirë qytetarëve tonë, është të shtatë që në pak ashtu me kemi prit, dhe që ka qenë një mandat, ishte të pushur me një varë punë shtmira, për projekte shtmira për qytetarët Llapian, prandaj unë e shqypen nga rashtë që të gjithë falënderoj besim të dytë në avant të drejtuar në Tives dhe shpërtsoj që bashkarisht do të kemi edhe shumë punë të mira dhe projekte të mira për Llapin dhe për Gollapin. Qartë, edhe ne nga studio këtu ju urojmë edhe për një mandat tjetër, mirë po na intereson, patët frikë se mund të shkoni në balotazh këtë herë apo ishit sigur që do ta fitoni edhe këtë herë? Që ne kemi punuar gjatë 5 vite për mos pasur balotazh në PDI, sepse kemi bërë mjaft punë të mira, projekte të mira në interes të Llapit, dhe jemi prej atyre qeverive që puna jonë mund të krahasohet ndoshta edhe më mirë se periudha 20 vjeçare e qeverisë së atyre tjerëve, dhe këto e tregojnë edhe shifrat e investimeve në PDI, sepse kemi për 5 vite qeverisës tonë, si divizje vetëvendosje, që kumë parafërsisht një herë e gjysëm më shumë projekte dhe buxhet investim në komunën e Podierës se për 20 vite të qeverisës ish qeveria të kaluara, prandaj mendoj që qytetarët e kanë vlerësuar angazhimin, e kanë vlerësuar punën, e kanë vlerësuar transparencën dhe sigurisht që na kanë besuar edhe mandatin e dy qeverisë në kryet. Zotri Bulliqi, pa disa raportime sot që keni dalë në vend punës pak me vonesë, pra keni dalë në ora 10. Çfarë ka të vërtet këto apo ishte për shkak të festës së mbrëmshme, nëse mund të na jepni një përgjigje? Nuk po besoj që është raportim kjo, për arsye se ne në orat 2 kemi përmbyll festën tonë të mbrëmshëm, fitores, prandaj ka qenë më së normale që sot të zgjohemi pak më vonë, prandaj s'po di çfarë lajmi është ky. Zotri Bulliqi, si vlerësoni performancën e lëvizjes vetëvendosje në këto zgjedhje në komuna? Ne pak më herët folëm edhe në ato komuna që ka fituar dhe ato që do shkojnë në balotazh. Nëse marrëm dhe analizojmë përgjithësi këtë proces, mendoj që është rezultati më i mirë e mundshëm ndër gjitha vitet si lëvizje vetëvendosje dhe shpresojmë që në shumicën e komunave absolute të cilat jemi në balotazh, besoj që do të fitojmë në raundin e dytë dhe kësaj të arrisim numrin e komunave të cilat i qeverisë lëvizja vetëvendosje si subjekt politik. Në të gjitha keni bindjen që do të fitoni? Në shumicën absolute. Në rregull. Po, kemi edhe nga studio me analistët jemi, kështu që një pyetje, po. Zoti Bulliqi, fillimisht urime për rezultatin. Uroj t'ju mbar ky mandat. Pyetja ime është që a do të keni koalicion me ndonjë subjekt për shkak se lëvizja vetëvendosje nuk e ka 50% të asamblesë, sipas raportimeve të KQZ-s. Edhe ky distancimi nga ky 20 vjeçari ndoshta nuk takon shumë ty sepse ti ju jeni konovo drejtor në qeveritë e mëhershme të LDK-s, kështu që ndoshta mos është mirë më distancu shumë nga puna jote e mëhershme. Nuk jam distancu sepse unë nuk kam heq komunat. Kam qenë drejtori një drejtorie. Dhe puna ime nga drejtoria është e njohur tashmë, e kupton sa herë dhe vazhdoj ta them, por problemi është që unë flas me shifra dhe fakte. Nëse për 20 vite një qeverisje e kaluar ka investuar në Llapin Gollak 150 milion euro, ndërsa ne për 5 vite qeverisjes tonë kemi investuar rreth 250 milion euro, atëherë mendoj që dallimi është shumë i qartë. Dhe i do sigurisht që qytetarët e kanë vlerësu, por mos harrojmë që ka qenë edhe mbështetja e madhe e kryetarit të partisë tuaj, zoti Kurti, sepse ato investime kanë nga qeveria qendrore në kurrez të shumicës së komunave të tjera. Kështu që ndoshta ka aftësi shumë për krekose sa i përket investimeve. Po të mbesim te pyetja, do të ketë koalicion me një subjekt tjetër apo do të vazhdoni me qeverisë me pakicë në vendin komunal? Kjo është mendimi juaj, por ju e dini shumë mirë se kemi pas shumë kryetarë të komunash që për ta qitë këtë qeverinë nuk kanë çuar as projekte dhe nuk kanë kriju as parakushtet më të vogla për më bëj investimet.
Prandaj ne kemi shfrytzuar këto mundësi, ne kemi Cilat kryer janë ato? projekte Po pyesim nga studio. Cilat janë ato komuna kryetar që nuk kanë çu projekte? Por not, Cilat janë një piç aty në komunave që s'kanë dërgu projekte për me qitë qeverin keq? unë besoj që jetë shumica e komunave të nisë për asaj që është në Prishtinë, e shumë të tjera të mëllë s'kanë dashur as të bashkëpunojnë, as sa këto lokacione, as për ndërtim qerë, as për ndërtim shkolla, as për asgjë. Kam bashkëpunu me Prishtinë. Mora përgjigjen në pyetjen Jo, tonë apo jo? zoti Bulliqi nuk më dha përgjigjen ato qeverisë vetë në... Do të qeverisni vetë apo koalicion? Ju e dini që unë e mandat në Kuvendin Komunal të Kodojës. dhe besoj shumë që do të vazhdojmë qeverisën vetë, për arsye se kemi një shumicë po ndoket parafërsisht në kuvend dhe do të shohim se si do zhvillohen proceset më tuti. Po, do i shohim atutje, besoj se një përgjigje e dha për edhe Po, pyetjen që sigurisht që do të gjenë partner, ose... Po. Zoti Bulliqi, falenderojmë shumë. Vendosit me